Dorëzimi i listës me emrat e kandidatëve për deputet duhet të bëhet përmes platformës elektronike. Duke filluar nga 2 maj dhe deri më 10 maj, subjektet e reja politike pra këtu bëjnë pjesë koalicionet nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur, duhet të dorëzojnë në KSZ respektivisht në zyren për regjistrim, certifikim dhe kontrolin financiar, aplikimin për certifikim për pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, partia politike konsiderohet automatikisht e certifikuar, andaj ky proces do të vlejë vetëm për subjektet e reja politike, që në këtë rast janë koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur afatin 11 ditor, pra nga 2 maj deri më 12 maj, për subjektet politike, pra për partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur, për të dorëzuar listën me emrat e kandidatëve për deputet, për të certifikuar për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Dorëzimi i listës me emrat e kandidatëve për deputet duhet të bëhet përmes platformës elektronike të KSZ-s dhe procedura është e ngjashme me zgjedhjet e fundit të cilat u mbajtën në dhjetor të vitit të kaluar.